If you desire, you can become one of our bunch. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fight weakness. Wings, with a smile you can enchant and lighten up our world. With a feeling we can take flight. Watch us. If you desire, you can become one of our bunch. With a magic ray, the sky is all blazing. An adventure is certain to start in the stars. When I'm cloudborn, I'll fly through time and space. I color my existence with my imagination. With my flight in heaven. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fight weakness. Wings, with a new kids on the block, with each other's dearest friends. With a feeling we can take flight. Watch us. Wings, you magical wings, and you run through the stars. A powerful light ray under the sign of the wings. Blumi është kthyer në Gardenia dhe është kthyer jetës normale në tokë. Megjithatë, mos i nënverso kur triksat. Ato po luanin letrën e fundit që të merrnin atë që donin. Për të shpëtuar prindit e saj, Blum humbet fuqinë e saj magjike. Edhe një sekret i ri, Daphne është motra e Blumit. Blum! U ktheve! U bëm shumë merak për ty. Blum, përshëndetje! Tjeta, jam kaq e lumtur që jam përsëri me ju të gjitha. S'më duke shumë e lumtur. Ç'të ka ndodhur? Pikërisht, këtë do të di zonja Faragonda. Pije, sa është e nxehtë, do të bëj mirë. Mirë, atëherë do të më thuar se çfarë ka ndodhur Blum? Unë nuk ktheva në Gardenia, zonjë. Nuk më dukej vetja aq e mirë sa për këtë shkollë. Oh, Blum! Ishte udhëtim i vështirë, por i nevojshëm. Tani e di se kush jam dhe kush është qëllimi im, apo kush ishte më mirë. Ç'do të thuash? E njoha të vërtetën në mënyrën më të keqe. Jam princesha e fundit e Dominos. Ruajtësja e flakës së dragojt. Prandaj me motor, nimfa Daphne ma dha atë kuror në liçenin Rokaluçe. Ajo kuror ishte simboli për të cilin ajo sakrifikoi jetën. Po, por ti e mishëron atë simbol, Blum. Pra ju e dini historinë time? Po pse vallë nuk ma that ju? Blum, nga njerë kërkimi të vërtetës është më i rëndësishëm se e vërteta vetë. Po të ta kisha thënë më parë, s'do ta kisha kuptuar. Pra po më thoni se ishte më mirë për mua ta zbuloja nga 3 shtriga. Cilat 3 shtriga? Për çfarë po flet? Ai si Darcy dhe Stormy, ato më ndoqën deri në Gardenia dhe morën fuqinë që duhet të mbroja. Flaka e dragojt tani është në duart e tyre. Ato 3 shtriga nuk janë thjesht studente. Një dritë e çuditshme shkëlqen në sytë e tyre. Ato janë të çmendura, zonjë. Të çmendura si 3 shtrigat plaka që shkatruan Dominon atëherë. Po tani çfarë do të ndodh? Se di.
Ç'bëni ju të treja këtu? Kjo është shkolla ime dhe si lejoj të bëni kërdin këtu. Zonja Griffin, jeni mirë? Sjellja jote është e papranueshme. Edhe çdo të na bësh, do të na arrestosh? Ha ha ha! Në rast se ende nuk e keni kuptuar, zonja Griffin, komandojmë ne tani. Shtriga të kullës së reve, dëgjoni. Duam t'ju lajmërojmë se kemi ndërmend të bëjmë disa ndryshime këtu. Nëse si ju pëlqen, flisni. Jemi të hapur andaj kritikave. Griffin, ju dhe studentët tuaja keni fituar një pushim të bukur në dhomat e nëndeshme me lagështire e me minj të kullës së re. Çfarë? Nuk jeni e lumtur? Sa mos mirënjohur. Shtrik! Nëse mendon se do t'ja hedhësh me këtë, ke gabim. Oh, po, të gjithë e pam si mund të na ndalosh, na bëri shumë përshtypje. Ju po bëni një gabim të madh. Ju jeni të çmendura. E çmendur, vërtet? Mirë, zonja Griffin, po unë jam e bindur për të kundërtën. Jam të çmendura. Tani do të zbresim në dhomën e nëndeshme të kështjellës. Atje ku bëhen magjitë modellëzore dhe do të përdorim ushtrinë e errësirës. Nuk mundeni. Askush s'ka mundur ta kontrolloj ushtrinë e errësirës. Do të shkaktonte një shkatrim total. Vërtet? Ja ku jemi. Ushtria e errësirës do të jetë në urdhrat tona. Përse jeni kaq e shqetësuar? Këto shtriga të reja nuk janë akoma të afta. Sigurisht që s'do të din të përdorin fuqinë e flakëve të dragojit. Ndoshta për ajo që u mungon nga eksperienca, e plotësoj me fuqi dhe shpirt ligësi. Unë i besoj instiktit tuaj, Faragonda. Do ta vësh athërvanin e kuq në gatishmëri. Po zonja Griffin, Faragonda, çfarë ka për të thënë? Askush s'përgjigjet në kullën e reve. Dhe kjo gjë më shqetëson. Le të presim pak para se të marrim ndonjë vendim. Jam në të lashe, unë nuk munda ta përdor fuqin time atëherë kur kisha më shumë nevojë për të. Dhe tani i gjithë dimensioni magjik është në rrezik serioz. Më duhet të bëj patjetër diçka. Por çfarë? Unë i kam humbur gjithë fuqitë e mia. Nuk jam më zan. Nuk jam më asgjë. Përshëndetje, Stella, a mund të flas me Blumin? Sigurisht mund të pres. Nuk mundet?
U refuzua nga zana e tij e vogël. Darcy do t'i bëhet qefi ta dëgjojë këtë. Riven, këtej! Çfarë po ndodh këtu? Dhe që kur kështu Grifin ju lë të përdorni zyrën e saj? Që kur ja morëm. Çfarë do të thuash? Nuk e di çfarë keni bërë, por nuk më pëlqen as pak çfarë po ndodh këtu. Riven, akoma s'di asgjë apo jo? Por ti jesh I sigur që është thelbësor për suksesin ton. S'do t'ja kishim dalë mban pa ndihmën tënde. Aftësitë tua të përgjimit të bën të gjithë ndryshimin në fuqinë tonë të luftimit me zanat. Ju ma punua! Mallkuar qofshi! Ju të pabesa! Sfera e arrësës! Fuqia të cilën e kemi dëshiruar aq shumë, tani është e jona. Do të fillojmë pushtimin në kullën e reve, pastaj të gjithë dimensionit magjik. Më në fund. Të mos nguteni, Stormy. Sot Alfea dhe Shatërvani kuq do të provojnë për çfarë jemi të afta. Ngriuni krijesat e errësirës, ne sundimtarët ju komandojmë. Mendoni për ushtrin ton, motra. Momenti të vërtetës ka ardhur më në fund. Hej, shikoni! Do të bjerë shi. Më fal, ishte thjesht refleks. Forca, dilni jashtë të gjitha. Shkolla është sulmuar.
një shkelje, ne duhet të luftojmë. Le t'i kthejmë këto krijesa ande nga kanë ardhur. Por unë nuk mund të ndihmoj. Mos u shqetëso, do të kujdesemi ne edhe për ty. Dakor, vazhdoni pra. Stella Magica Wings. Mund t'i kem humbur fuqitë e mia, por di akoma si t'i mbroj miqtë e mi. Pritet këto tani. Teknika e shpatës qendrin, niveli 4 i fuqisë. Ta mësoj këtë vitin tjetër. Ska gjë vajza, mere mundete. Shkua në krahun lindor, kurse tani janë drejtuar te laboratorët. E dëgjove atë, Saladin? Ato krijesa po pushtojnë Alfean. Dhe situata këtu të Shatërvani i Kuq nuk është e mirë. I tërë dimensioni magjik është në rrezik të madh. Tani të më falni, por duhet të shkoj te djemtë e mi.
shpëtoni princin! Ne po luftojmë që të mbrojmë dimensionin. Vendi im është këtu. Mos u bëni budalla, ju jeni princ, le të luftojnë këta fshatarët për ju. Çfarë prisni? Detyra juaj është që të sundoni. Misioni dështoj, le të kthehemi. Është koha që të ndalojmë luftën, motra. Thërisni përsëri krijesat e errësirës. Dimensioni magjik tani është gati të dëgjojë kërkesat tona. Në episodin tjetër, kërkesat e Triksave e vunë Shatërvanin e Kuq në rrezik serioz. Ishte organizuar një mision në domino që Bloom mund të hetojë të kaluarën dhe të marrë përsëri flakën e dragojit. Një mision i rrezikshëm fillon për zanat në dominon e ngrirë. Çdo t'i ndodh Bloomit pa fuqinë e saj, si do të përballet me armikun?